çfarë nuk thanë për këtë që nesër bëhet një tjetër fakt. Ku nuk shkuan e qa nuk sajuan, e mbi të gjitha për turpin e maf, po turpi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe, dilnin në për mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard, për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës. Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk i kishin parë ndonjëherë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. E para, nesër në Bruksel janë të gjithë është dhe Gjermania. E dyta, mbas disa ditësh do t'ju çoj si përshëndetje një informacion të detajuar nga takimi që do të kem me kancelarin e Gjermanisë. Do ma falni vanitetin, po kjo është një pjesë që edhe më argëton pak, se dhe duhet argëtohemi ndonjëherë. Më argëton pak me ta, sepse i bien grepit po i soj. Po i soj. Edhe nuk ka nevojë për karrem fare. Edhe unë kam shumë qef, them drejtën, kur i shoh që shkojnë ke grepi dhe edhe thonë e këputëm. Dhe pastaj e gjejnë veten në grep. Unë nuk dua të zgjadhem më tutje, dua të them vetëm që